Në Vaudejës u zhvillua kampionati final në volejboll për vajza, gare e cila dhuroi emocione të shumta. Bashkia Vaudejës tha se do të vijojë të mbështesë aktivitete të tilla. Ky aktivitet është pjesë e angazhimit tonë për të nxitur sportin, sidomos për të rinjtë dhe vajzat, sepse besojmë se sporti edukon, bashkon dhe forcon karakterin. Bashkia Vaudejës ka investuar në infrastrukturën e përkrahjes të shkollave dhe do vazhdojë ta bëjë. Kampionatet të tilla kanë për qëllim zbulimin e talenteve, por edhe edukimin e brezave me aktivitete fizike. Viti i dytë që Bashkia Vaudejës merr përsipër me organizu kampionat sportiv. Si mjet vjen me kampionatin e voleybollit për vajza, vjet ishte kampionati mini futbollit për djem. Ky aktivitet ka si qëllim që të promovojnë sportin në përgjithësi. Kësaj rrallë ishte një e veçantë sepse vajzat në përgjithësi nuk se angazhohen shumë me sportin dhe qëllimi është që të angazhohen sa më shumë, sepse benefitet e sportit dihet që janë jo vetëm fizike, por psikologjike, shoqërore etj. Aktiviteti po shkon më së miri, që ditën e parë që ka fillu, kena pas shumë ndeshje të bukura, plot rivalitet dhe më në fund janë arrit me ditës finale, kanë dalë ekipet më të mira, Kosmaçi, Shelqeti, Pistulli edhe Laçi Vaudejësit. Një aktivitet që ju shërben këtyre fëmijëve të regjistrojnë në radhë e voleybollit si në Shkodër apo në Bashkinë Vaudejës. Finalja për shkollat 9 vjeçare u zhvillua mes Shelqetit dhe Kosmaçit, ku fitues u shpall ekipi i Shelqetit, ndërsa në gjimnaze përballja ishte mes shkollave Vaudejës Pistull, ku triumfoi Vaudejësi.